Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha, pasi u paraqit këtë të hënë më 1 qershor në prokurorinë e posaçme SPAK, në kuadër të masës së sigurisë detyrim paraqitje, komentoi edhe zhvillimet e fundit në lidhje me projektin turistik në Zvërnec. I pyetur nga gazetarët për qëndrimin e tij dhe të Partisë Demokratike ndaj projektit, Berisha dënoi ashpër dhunën e ushtruar ndaj protestuesve që kundërshtojnë punimet në zonë, duke cilësuar ndërhyrjen si një akt të papranueshëm. Në qoftë se është fjala për dhunën e ushtruar ndaj protestuesit, e dënoi atë, ai ishte rrëmbim në duart e policisë dhe e dënoi atë si një akt të shëmtuar të policisë së shtetit. Lidhur me vetë projektin, Berisha tha se nuk disponon dokumentacionin përkatës dhe se nuk ka analizuar detajet teknike të tij, megjithse ka ndjekur me vëmendje debatet publike dhe publikimet e drejtanishme. Ai theksoi se Partia Demokratike është partia që proteston më shumë se kur, mbështet fuqimisht investimet e huaja dhe garanton pronën dhe pronari me një ligj që ishte bërë në kohën kur Partia Demokratike ishte në pushtet. Partia Demokratike është partia që proteston sot më fuqishëm se kur. Partia Demokratike shpreha këtu ato që thash, mbështet absolutisht investimet e huaja, garanton pronën dhe pronar me një ligj që ndofta nuk ekziston diku tjetër, por e bam në atë kohë, ai ligj është aty dhe ai ligj është shumë i drejtë.